falë zotit tash kemi ekrane mjaft, të gjithë nuk mund të jem, por është mirë, habitëm nga njëherë në Kosovë ku shumë të ri, domethënë kanë tifozlluk me klubet jashtë vendit e jo me klubet e qytetit ku jetojnë, andaj unë bëj ftesë që më shumë sportit ta dojmë klubet tona aty ku jemi, pastaj vendin ton, pastaj edhe më tutje, natyrisht asnjëherë pa anashkalu Shqipërinë, për arsye se është në shtet jemi, është një flamur, është një vend ku gjithë kemi kontribuar që një ditë dash zotit jemi bashkë. Halili ka një dy fjalë për ty, zoti Jupi. E prita. Përshëndetje, Remzi. Përshëndetje. U kanë ma mirë për juve me po thirrje me mu stadiumin ku ju në kontoja Kosovë, se sa me nganë në Shqipni, tashmona i kemi 2 kombëtare, kështu që nuk po shoh farë, nuk po di pse ku e mbështet Kosovari shqiptarë. Idenë që duhet me qenë patjetër në stadium në Tiranë, derisa asnjë shqiptar kur nuk vjen me pa lojë kombëtarës Kosovës. Shiqa, une edhe shumë të tjerë të cilët kanë financuar, kanë vrapuar mas futbollit në Kosovë, prej vitit 2000 edhe deri tani, kanë kontribuar shumë, kanë dhënë shumë, kanë dhënë nga xhepat e vet, pa asnjë kthim, asnjëherë. Bile unë kom vrapu aq shumë sa që mburëm, krenohëm, kom arrit që ta vijat modelin e Gjermanisë, ligjin për sponsorizim në 30%, ku tani shpresoj që mos ta kesh përdorim, para arsye se po mos kishte qenë ai ligj, vështirë që do të mbijetonte futbollin në Kosovë. As nuk e ka Shqipëria, as nuk e ka Serbia, as Malizia, as Maqedonia, as një shtet. Natyrisht që secili duhet me bë punën e vet. Nuk është vetëm ai që e lun lojën, shumë më shumë. E din mas perdës teatrit se sa punohet, sa përgatitet një ndeshje, për ta zhvilluar një ndeshje ka shumë punë, për ta marrë një klub ka shumë punë, nuk është e lehtë, prandaj unë mendoj që secili duhet kontribuojë. Unë vetëm një pyetje do kisha bë Halil pa idhnim, sa herë ke qenë pas viteve të 90-ta ku kanë qenë atëre ku kemi qenë luftë për me shku me pa Prishtinën, sa herë ke qenë Prishtinë. Bileta në Prishtinë kushton 2 euro, hiq ma shumë. Edhe ka shumë prej atyre të cilët kanë kontribuar, kanë qenë atje, edhe nuk pritojnë me i kuq sy, do të thotë a mund me hi pa pare. Për 2 euro, ne duhet, secili prej neve duhet kontribuojnë, diçka duhet të bëjmë atë punën tonë për të arritur. Për me shku unë në stadium, duhet me pas ka gja standardet në alta. Nuk shkoj me këshy unë e Prishtinën, as ligën e Kosovës. Unë e këshy